Nderuar Presidente Vjosa Osmani, i nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Kryeministri i Ardhshëm i Republikës së Kosovës, Dr. Lumir Abdixhiku, të nderuar kandidat për deputet, të nderuar anëtarë dhe kryetarë simpatizantë të shtëpisë së Kombëve Politike, Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dashur qytetarë të Klinës. Sot, papën fushatën në Klinën tonë të dashur përzgjedhet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Një fushatë që ka një mision të qartë, bashkimin e të djathtës për të dhënë Kosovës stabilitet, zhvillim dhe shpresë. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe filozofia politike e rrugëvizimit kanë qenë gjithmonë filozofi të bashkimit. Prandaj këtë bashkim sot e përfaqëson më së miri binomi politik, dy prisi tonë, kryetari Lumir Abdixhiku dhe presidentja Vjosa Osmani. Ky bashkim po gjen mbështetjen anëndon Kosovës, sepse është një bashkim vlerash, një bashkim që po krijon shpresë te qytetarët dhe po zgjon besimin se Kosova mund të qeveriset me përgjegjësi, me dignitet dhe me vizion, duke ruajtur dhe forcuar marrëdhëniet me partnerët tonë tradicional. Klina sot jep këtij rrugtimi dy kandidatë të shkëlqyer, Astrid Deskun dhe Kushtrim Krasniqin. Dy profesionistë, dy njerëz të përkushtuar që do të jenë zëri qytetarëve tanë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot zotohemi se për këtë ditë që kanë mbetur deri në 7 qershor, dega jonë do të mobilizohet që të rritet vota për DDK-n, sepse vota për DDK-n është votë për Kosovën. Të bëhemi bashkë, dhe ta bëjmë Klinën fituese dhe Kosovën fituese me fitoren e DDK-s, me presidente Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Lumir Abdixhikun, dhe me kandidatët tanë për të votet Astrid Deskun dhe Kushtrim Krasniqin. Faleminderit dhe na prit e mbara në këtë rrugtim historik për DDK-n dhe për Kosovën. Me lejoni që më nderin në të marrë të para jush për një fjallë rasti kryetarin e DDK-s dhe kryeministrin e ardhe, Dr. Lumir Abdixhiku. Ju falenderit nga zemra, falenderit kryetarit të DDK-s Alban Racet, një uftër për një darë për kitje mesazhe për Vjosa Osmani, Sadrinën Basën të listës. Është vërtet derë, është vërtet krenarik, jemi sot këtu në Klinë, këtë vatër të kësaj ane, në këtë anë të njerëzve krenar, punëtor, drejt, në këtë vend ku gjithmonë fjala ka pas pesh, besa ka pas kuptim dhe qëndrimi nuk ka ndryshuar me erën politike të ditës. Dua të them drejtën, kur po e shoh këtë energji që ndaj Kosovës dhe këtë Klinë tuaj dhe tonën, kur po e shoh mobilizimin e madh që po na ngjan gjithë ndaj Kosovës, jam tashmë plotësisht i bindur se 7 qershori përbën datën e rikthimit të madh të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por jo vetëm rikthimit të DDK-s,
për rikthimit të Kosovës në rrugën e vet, sepse ta keni parasysh, këto zgjedhje nuk janë të zakonshme, jo vetëm për nga natyra politike, janë të jashtëzakonshme për vetë fatin e Republikës, sepse nuk zgjedhin vetëm një rotacion zakonshëm politik, një qeveri apo një president, zgjedhin fatin e arshëm të Republikës Kosovës. Dhe aty do të vendosim me 7 qershor se atë të mbesin me një politikë të përçarjes, konfliktit, e ndarjes, të izolimit, të mosmirnjohjes e përmbysjes së nderit, apo do ta kthejmë Kosovën në një vend të zhvilluar që kujdeset për njerëzit e vet, me të drejtë, jo vetëm para zgjedhjeve, dhe mbi të gjitha e shndrojmë amanetin rrugovest të lidhjes së Republikës Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë kam shumë qartë se çfarë do të vendos populli i Kosovës, siç e kam vetë qartë se brenda lidhjes sonë së madhe kemi njerëz të jashtëzakonshëm me të cilët nesër me zis presin të bëjmë punë të mëdha për vendin. Ju ftoj për një duar trivide të madhe për të 110 kandidatët tonë dhe këta 110 kandidat brenda listës 113 të lidhjes demokratike të Kosovës ka para vetit një qëllim madhor, një zhvillim për Republikën e Kosovës me një program bukur ambicioz, një program që trajton problemet bazike të familjeve kosovare, por mbi të gjitha nuk e trajton shtetin vetëm si limosh, e vetëm si ndihmës, por jep atë që duhet i japim këtij vendi, investime dhe vetëm investime. Ky është qëllimi i lidhjes demokratike të Kosovës. Prandaj vim me një ambicje të jashtëzakonshme. Vim me ambicje të madhe të miliardë euro investime dhe 5 miliardë euro investime në projektet më të mëdha infrastrukturore që ka pas Kosova, dhe projektet e LDK-s nuk do zgjasin nga 5-6 vite në rrugë që s'punohen asnjë ditë. Ministrat e LDK-s, kryeministri i LDK-s, presidenti i LDK-s do të jenë të gjithë bashkërisht angazhuar ditë e natë që projektet përfundojnë në kohë, jo të mbesin në plon çu ka mbetë kjo rruga juaj për klinë autostrada Dugaxhinit që s'është bërë asnjëherë. Dugaxhinit do t'i japim autostradën e merituar, fshatrave tuaja, furnizim me gjën më bazike të mundshme në këtë kohë, ujë të prishëm me prioritet nacional për secilin fshat të komunës së Klinës, do të vjen dora qeverisë tek ju, pra do të kemi investime kapitale që transformojnë jetën shoqërore në Kosovë, por natyrisht shteti përveç se është zhvillim, përveç se është investim, përveç se është kujdes ndaj projekteve gjeneracionale, do të kujdesim edhe për hallet e qytetarëve. E kemi qartë që faturat e rrymës janë rritur, e kemi qartë se çmimet janë rritur, na lejoni që zotohemi këtu para jush me programin ton të LDK-s, me zotimin e parë që rryma, energjia elektrike, çmimi i saj nuk do të rritet, s'guzon të rritet për asnjë cent për 4 vitet e ardhshme. Moratoriumi i plotë. Moratoriumi i plotë në çmimet e rrymës, sepse është rritur padrejtisht derisa Kosova ka djegur miliarda euro në këto 6 vite të energjisë elektrike. Me ato miliarda euro do të kishim dy centrale të reja me thëngjell, LDK-ja vjen me planin e vet me gaz amerikan, central me gaz amerikan, që të lidhemi mirë strategjikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e me një president e nesër që këtë lidhje na bën edhe më historike për të ardhmen tonë të sigurisë e të mbrojtjes e të interesave nacionale. Po ashtu ne zotohemi që do të heshim më një herë pas vonesë TVSH në produktet bazike. Çmimet janë të larta, çmimet po rriten vazhdimisht, qeveria nuk gëzon të vëzhgojë qytetarin e të thotë unë kështu i fitoj votat. Jo, do ta heqim TVSH në bukë, miell, vaj, sheqer për produktet bazike që në javën e parë të qeverisë sonë, në mënyrë që çmimet të bien më një herë për qytetarët e Kosovës. Dhe natyrisht, përderisa bëjmë investime e ulim çmime, do të rrisim dhe pagat. Pagat në Kosovë nuk janë të mjaftueshme me kostën e lartë. Paga e mësuesit në Kosovë do të arrijë për herë të parë në historinë e Kosovës 1.000 euro për secilin mësues, e paga polisit, ushtarit, infermierit të zjarfiksit do të arrijë në 900 euro secilin muaj. Koeficienti jon 150 është zotim i pandryshuar elektoral për 80.000 mësuare në sektorin publik. Shtesat për
për familje, shtesat për leona, shtesat për fëmijë, nuk hiqen, nuk largohen, rregullohen me ligj dhe do të rriten secili vit, sepse ne si të djavë besojmë familjen, besojmë pasurinë tonë dhe ne si të djavë nuk i lëm as pensionistët tonë me lëmush. E para, është më e rëndësishme, turpin e madh të paraqitjeve çdo 6 muaj, a jeni të gjallë apo jo, ta heqim një herë mirë që qeverisja se respekton vendimin e gjykatës supreme të vendit vet, nuk ka çka lyp aty. Nuk keni nevojë të paraqiteni çdo 6 muaj për të shmuar se jeni të gjallë apo jo, dhe e dyta, 150 euro nuk janë as pension, janë lëmosh, do t'i bëjmë pensionet 300 euro në muaj për çdo pensionist, 200 euro për procesin e pensionit në Republikën e Kosovës. Programin tonë 113 pikësh me 113 zotime, që do t'i bëjmë me 110 kandidat dhe jo vetëm, e gjeni tashmë të bërë publik, dhe natyrisht ti programi me forcën e madhe të së djathtës rrugovizmit e integrimit euroatlantik, këtë herë na vjen edhe si mbështetje, edhe si forcë, po megjithatë edhe si prisje një grua e fortë, një gruaja e zakonshme Vjosa Osmani Satrio, e cila e ka të qartë nevojën ndërkombëtare të Republikës Kosovës. Kosova duhet bëhet shtet i NATO-s sa më parë, e më pas ta bëjmë vend nga Kosova vend antar Bashkimit Evropian. Por gjitha këto, le ta ftojmë Vjosa Osmani Satriun për një fjalë rasti këtu para jush. Faleminderit nga zemra sa herë vi në Klin, është e pamundur që mos na kujtohet sakrifica e jashtëzakonshme që kanë bërë qytetarët e kësaj ane. Na shta me lurë mos me follu në mohet se të mos të aprishi këtë moment. Faleminderit shumë, faleminderit për këtë mirëpritje të përzemërt, si që isha duke thënë sa herë vi në Klin, është e pamundur që gjithë se cilit prej nesh mos na kujtohet sakrifica e jashtëzakonshme që e ka bërë kjo komunë. Megjithatë dje me vajza më të shenjti tonë, bit më të mira këtij kombi të cilët dhanë jetën për atë dhe. Megjithatë ata që janë akoma të zhdukur me dhunë prej luftës së fundit në Kosovë, megjithatë ata dëtar që i ndërtuan themelet e shtetit të Kosovës, megjithatë ata që edhe sot japin kontribut që këto themele të mbrohen me çdo kusht, që liria që e fituam me gjak, që pavarësia që e fituam me mund dhe që demokracia që akoma ta mbrojmë të vazhdojnë të jenë postulatet kryesore të cilat na shpijejnë edhe në rrugën tonë përpara me amanetin dhe vizionin më larg pamës që ka parë ndonjëherë historia kombit shqiptar, vizionin rrugovist për Kosovën shtet të pavarur, sovran, demokratik, e në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që para nesh janë edhe kujtimet e burrit të madh të këtij kombi, Ismet Racit, i cili nuk është më në mesin tonë.
është I merituar dhe duke bën në vend drejtësinë për shumë pa drejtësi të cilat janë bërë njerëzve të lidhjes demokratike të Kosovës që dhanë gjithçka, madje edhe jetën e tyre, që Kosova ta ketë shtetin, që Kosova ta ketë pavarësinë dhe që Kosova edhe sot ta ketë para saj një alternativë për t'i mbrojtur këto të arritura të shenjta, përfshi demokracinë në vendin tonë dhe aleancën e shenjtë ekzistenciale me miqtanë në SBA dhe në Evropë. Por natyrisht që tërë ajo sakrificë do të ketë kuptim vetëm kur secili prej nesh, secili dhe jo vetëm ne që jemi në politikë, e kuptojmë se e kemi mision kombëtar, e mision historik madje, që për hir të këtyre fëmijëve që I pam pak më herët në skenë, dhe gjithë fëmijëve, gjithë vajzave e djemve të këtij vendi, mos ta lëmë shtetin tonë të shkojë drejt katrahurës. Mos lejojmë që shpresa të vdes për secilin të ri e të re në vendin tonë. Mos lejojmë që përçarja të zë vend bashkimit. Mos lejojmë që ofendimet e fyrjet ndaj nanave shqiptare, përfshi edhe nanave që I dhanë bijtë e bijat e vetë për këtë këmbë, të zënë vend në moralin e shoqërisë sonë. Por ta zgjedhim pikërisht të kundërtën. Ta zgjedhim atë forcë e atë vizion që gjithmonë e ka shpier shtetin tonë e kombin tonë aty ku duhet, në rrugën e bashkimit, në rrugën e vizionit euroatlantik, në rrugën e bashkimit të shqiptarëve rreth vlerave familjare në njërin anë dhe vlerave më të larta kombëtare në anën tjetër. Dhe ju e dini cila është ajo alternativë, sepse ka qenë gjithmonë vetëm një, dhe edhe sot është vetëm një. Dhe ajo është lëvizja më e madhe që ka njohur populli shqiptar për liri, pavarësi e demokraci. Ajo është pikërisht lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj unë njoftoj në këto momente vendimtare për të ardhmen e këtyre fëmijëve si drita. Juftoj që mos ta ndalin kur mundin, mos ta ndalin kur punën, mos ta ndalin madje as sakrificën e nevojshme që duhet secili ta bëjë. Sepse ju e dini shumë mirë, çka bën nana për fëmijën, çka bën babai për fëmijën, është gjithçka. Nuk ka kufi. Prandaj për këta fëmijë, që ata të kenë perspektivë, që të kenë shkollim që e meritojnë, që të kenë shërbime kualitative shëndetësore, që të kenë punësim të garantuar, që të kenë edhe praktike specializim të garantuar, që familja të ketë mirëqenien e nevojshme që mos të ketë nevojë të mendojë, që buxhetin familjar ata shpenzojnë për ushqimin e fëmijëve, apo për veshmbatjen e tyre, apo për shpenzimet e tjera, apo për pagesën e rrymës, por të ketë mirëqenie e cila e ndihen edhe dorën e shtetit, ju lus që mos ta ndalni punën, t'ja japim fëmijëve tonë, fëmijëve të Republikës së Kosovës, këtë alternativë të cilën e meritojnë. E kjo kërkon punë më shumë se çdo herë më parë. Ju e dini shumë mirë se presidenti Rugova prisyn historik nuk ishte vetëm në këtë mision. Kishte burra e gra, të cilët I qëndruan pranë. Secila familje në Klim kishte po të njëjtin mision. Secila familje në Klim kishte edhe organizim politik. Secili prind e rrezikonte jetën e vet, por punonte për këtë kauz. Secili veprimtar e veprimtare, gra e burra, angazhoheshin për atë mision të përbashkët e historik. Prandaj presidenti Rugova kishte sukses, sepse kishte popullin e Kosovës, ju kishte juve bashkë me të në misionin për liri, pavarësi e demokraci. Tani na duheni sërish, na duhet sërish të bashkohemi sikur atëherë, që ato 3 postulate të arritura të shenjta t'i mbrojnë dhe njëkohësisht ta shpijem Kosovën aty ku e meriton, në aleancën euroatlantike, në NATO, aty ku do ta shpijem qysh në mandatin e parë, në Bashkimin Evropian, aty ku do ta marrim statusin e kandidatit qysh në vitet e para të mandatin ton, dhe në çdo organizatë ndërkombëtare
Dhe kjo është një përgjigje e thjeshtë. Pse ne mund të arrijmë e të tjerët jo? Sepse jemi të vetmit që kemi ditur të ndërtojmë besim. Besim me aleatët tonë. Besim në vitet e 90-ta, besim edhe në 5 vitet të kaluara. E besimi është përbërësi kryesor në çdo raport. Qoftë ai politik, qoftë ai personal, e qoftë ai edhe ndërkombëtar. Kur ka besim, kryhen punët. Kur të tjerët e shkatërrojnë besimin, ne e ndërtojmë atë. Sepse ne nuk jemi popull mos mirënjohës. Ne jemi populli më mirënjohës që ka njohur ndonjëherë rruzulli toksor. Prandaj ne punojmë bashkë me aleatët tonë dhe prandaj bashkë me ta e shtyjmë Kosovën përpara. Dhe me qenë se jemi të mirënjohja, po e përfundoj me një historie nga Kina. Shumë prej jush e keni dëgjuar këtë edhe më herët sepse e kam përmendur publikisht. Gjatë kohës së luftës, kur na dëbuan të gjithë qytetarëve të Mitrovicës nga qyteti ynë, ne kemi ecur në këmbë në tytat e paramilitarëve dhe ushtrisë e policisë serbe deri në kufi me Shqipërinë. Natyrisht, për gjatë rrugës shumë njerëz janë vrarë, shumë njerëz janë sëmur, shumë njerëz të tjerë janë rrëmbyer. Kur kemi ardhur në Klinë, më konkretisht në Zllakuqan, ka qenë hera e parë në 4 ditë e 4 net që neve na kanë prit banorët e Zllakuqanit me bukë, kryp e zemër, e mbi të gjitha me përkrahje. Mbi të gjitha me përkrahje morale. Aty kishat i hapën dyert për muslimanët e Mitrovicës. Dhe aty ishim ashtu siç duhet të jemi gjithmonë. Një, sepse jemi shumë pak për të qenë të ndarë. Prandaj bashkohuni sërish rreth po këtyre vlerave. Vlerave që na kanë mbajtur gjithmonë të fortë si këmbë. Vetëm kështu shteti ynë mund të ecë përpara. Ju falenderoj shumë për përkrahjen. Mos e harroni numrin 1-3, ditën e zgjedhjeve dhe mos e harroni kandidatin tonë të jashtëzakonshëm për kryeministër, i cili gjithë këtë program që sot u zotuan do ta bëjë realitet me numër 2. Lumira Digjiku dhe kandidatët e jashtëzakonshëm nga Klina, të cilët shpresoj me ndihmën tuaj do të jenë deputetët e ardhshëm të Republikës së Kosovës. Ju falenderoj, Zoti ju bekoft gjithëve. Atëherë ftojmë deputetët e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës me numër 97, Kushtrim Krasniqi. Dhe me numër 49, Astrid Desku. Atëherë, faleminderit gjithëve se sot ishit bashkë me neve në këtë hapje të madhe të fushatës, shihemi në fitoren e madhe të 7 qershorit.